Si brezi periudhës së komunizmit, duam të zbulojmë se kush fshihet pas protestës që po zhvillohet në Tiranë. Dhe në fakt e kam gjetur. E para është vajza ime, e cila dje ka marrë një bilet nga Gjermania për të marrë pjesë nesër ditën e shtunë në protestë. Dhe si vajza ime janë dhe shumë të tjerë, të rinj, gjenerata Z, sepse ata duan të protestojnë, jo vetëm për Zvërnecin, për flamingot, për pelikanin kaçurel, ata duan të protestojnë për shkolla që mungojnë, që i kanë detyruar të shkojnë në rrugët e botës dhe e kanë të pamundur të kthehen në Shqipëri për shkak të korrupsionit. Kjo është protesta e tyre. E rëndësishme është që njerëzit po ngrihen në protestë, që njerëzit kanë kurajo të protestojnë për gjëra që nuk shkojnë në mbrojtje të mjedisit, në mbrojtje të bukurive natyrore. Dhe unë, si qytetare, protestoj për atë bariun në malin e Korabit, i cili po e braktis dhe malin, se nuk ka asnjë mbështetje. Protestoj për të gjithë lumenjtë e Shqipërisë që janë kthyer në vende ku derdhen ujërat e zeza dhe plera. Protestoj për të gjitha fshatrat që po braktisen sepse po ikën e gjithë rinia jashtë për të punuar dhe nuk shenjët ardhme për të investuar në të fshatra. Po protestoj për të gjithë ata njerëz të cilët nuk e shohin veten as si turist në Shqipëri, sepse gjithë Bregdeti i jugut, po jo vetëm i jugut, është uzurpuar nga ata të cilët bëjnë strategji për turizmin. Unë si qytetare protestoj për gjithë betonin që është hedhur kudo nëpër Shqipëri. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm dhe unë kam patur fatin ta shoh nga cepi në cep dhe natyra këtu flet me gjithë fuqinë e saj, mjafton një menaxhim. Dhe si mund besojmë ne që kjo natyrë do ruhet dhe kjo natyrë do jetë fitimprurse për gjithë ne nëse do t'i hedhim beton. Protesta e të rinjve sot është pikërisht jo vetëm në mbrojtje të natyrës, por edhe në fytyrën që do ketë turizmi në Shqipëri. Çfarë turizmi do bëjmë ne? Turizëm militar nuk do thot vetëm beton, turizëm militar do thot natyrë, sepse njerëzit sot për një produkt organik, për të parë një zog, për të parë një peshk, për të parë një ujë të pandotur, paguajnë një shumë madhe parash. Pse flitet që protesta po shmang investimet e huaja, investimet strategjike, ne po dëmtojmë ekonominë e vendit, por nga ana tjetër mendoj që nuk ka një vizion të qartë. Dhe pikërisht njerëzit protestojnë nga mashtrimi, nga mungesa e vizionit, nga mungesa e transparencës. Njerëzit protestojnë sepse shohin se nuk ka të ardhme këtu. Nëse këtu janë 3 milion banor në Shqipëri, kemi 20 milion shqiptar jashtë që i kanë mundësitë financiare për të investuar, dhe ndoshta do ishte mirë të bëjë një thirrje gjithë atyre njerëzve të vinë këtu edhe ta jetojnë vendin e tyre, sepse nuk ka gjë më shtrenjtë se atë dheu, ku guri i rënd peshon në vend të vet.